Qindra miliona euro e dëmtuan buxhetin e Republikës së Kosovës. Me këtë akuzë, ministri në dorëheqje i bujqësisë Faton Peci njoftoi se 28 bizneseve ju është pezulluar licenca për importimin e kafshëve të gjalla. Këtë ja konfirmuan Kiksit edhe nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në kuadër të kontrollit të therrjeve të kafshëve të gjalla të importuara ka analizuar të dhënat e fundit raportuese në sistemin elektronik, përmes të cilit është gjetur mospërputhje të dhënave të numrit të kafshëve të importuara për therrje dhe numrit të kafshëve të therrura në thertore. AOV menjëherë ka nisur pezullimin e përkohshëm të operatorëve ekonomik të regjistruar në sistemin elektronik FCMS. Në këtë pezullim janë përfshirë 28 subjekte. Ministri dorëhequr bëri të ditur se këto kompani kanë falsifikuar dokumente e janë shmangur tatimit, vepra për të cilat prokuroria posedon fakte. Përveç dëmit financiar, ministri alarmonte se këto biznese kanë rrezikuar edhe shëndetin publik. 28 operatorëve ekonomik ju janë pezulluar lejet e importit të kafshëve të gjalla nga vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Prokuroria posedon faktet edhe për falsifikim të dokumentacioneve nga operatorë të caktuar ekonomik. Dëmi financiar i shkaktuar Republikës së Kosovës nga këta operator ekonomik është qindra miliona euro, ndërsa dëmi në cënimin e sigurisë ushqimore është i pakthyeshëm dhe i papërllogaritshëm. Megjithatë, ky alarm që ngriti në publik i pari i Ministrisë së Bujqësisë nuk ishte serioz për vartësitë e tij. Pa kaluar java nga ky njoftim e ende pa u bërë një muaj nga pezullimi i licencave, AUFKU, që është në nombrellën e kësaj ministrie, nisi shfuqizimin e vendimeve të tij. Kërsisoj në listën e bizneseve të cilat ju pezulluar licenca nga 28 sosh, mbetëm vetëm 10, sepse 18 të tjerave, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë u lejoi sërish importin. Në një përgjigje për emisionin nga kjo agjenci thanë se shfuqizimi vendimeve u bë për t'ju dhënë bizneseve një shans të dytë pas lutjeve e zotimeve të tyre. Komisioni i veçantë për shqyrtimin e ankesave ka shqyrtuar secilën ankesë dhe pretendim të palëve, të gjendur përballë situatës ku secili operator në ankesë ka paraqitur lutjen për të pasur një mundësi shtesë ku kanë dhënë deklarata në mbetim për përmbushje të gjitha kritereve ligjore sipas afateve kohore të përcaktuara me ligj. Komisioni ka vendosur që të heqë pezullimet, duke i njoftuar që forcërisht në secilën shkelje vijuese do të ketë revokim dhe iniciim procedure në organet e drejtësisë. Pas nënshkrimit të deklaratave me të cilën palët kanë pranuar kushtet dhe janë zbutuar për zbatim, një numri të operatorëve u është rikthyer e drejta e importit nëpërmjet platformës FCMS. Sidoqoftë nga AUFKU i kanë thënë Kiksit se të gjitha informacionet për këto raste i kanë adresuar te organet e drejtësisë. Nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, në një përgjigje për emisionin, njoftuan se prokurori i shtetit ka autorizuar drejtorinë rajonale të policisë në Prishtinë që fillimisht të intervistojë inspektorën veterinare si dëshmitare lidhur me pretendimet e saj, pastaj të intervistohen zyrtarët doganor dhe dëshmitarët e tjerë që lidhen me këtë rast.